Ta provojmë një. Shkaki kësaj proteste? Shkaku a vetëm rruga. Asgjë, sepse këtu është shkolla. Këtu pinë fëmijët në. Kalojnë fëmijët këtu në këtë rrugë. Plus se do shkojnë në shtëpi. Për ne kjo është katastrofë, se 25 km nga Tirana kjo rrugë, kjo është që kjo një, e dyta, të gjitha firma që kalojnë këtu, asë u bje me hedhë ka i lapat. Pavarësisht ata paguajnë taksat, edhe kanë drejt, se paguajnë taksat në rrugës. E drejta këty në kjo është. Kjo është një unazë e qytetit kushtuese. Pa tjetër, ajo është. S'ka unazë tjetër. Sa i ka shërby banorëve? Banorëve, veç i ka shkatru. Su ka shërby asë si sën banorëve këtu. Prej sa kohë është jeni këtë gjendje? Kjo gjendje ka mbi vit. Kjo gjendje nga të forë. Gjana. Po kalojnë shumë automjetë. Që tu kalojnë gjithë, s'kan ku kalojnë tjetër. Të gjithë firmat e inerteve që vazhdojnë ndërtim rrugësh, ku janë e ku s'janë, të gjithë si tu. Që tu kalojnë. Dikush vën mbi tonazh, dikush rrin tonazh. Hajde qenë. Nuk ka rrugë tjetër, ore nofta ne edhe mund të ndërhyjë policia edhe mund të na largoj, edhe largona. Po ai sa kena marrë leje për 2 orë, jo më shumë, se dhe ata do të ushqejnë fëmijët. Kaloj 2 orë që hap rrugën. Shkojt, punoj, rregull, po që kështu jo që kështu. Jo që kështu. Kërkojmë sa më shpejt, ndërhyrjen me rregullu rrugën, kaq. Nuk punohet në këtë kushte. Dihet e punë se firma s'ka për të bërë asgjë me këtë leksin, por ama dveni çfarë ju kushto? Çfarë ju kushto që të edhe ta shtrojnë ta mirëmarrin deri në pranverë kur dalë, se më para s'ka për shpejt kushte për këtë punë herë. Harroje atë punë. Shkaku rruga, është të gjë rruga, është të bo rruga skandal. Gjithë gropa, këtu kalojnë fëmijët e shkolla, gjithë shka. S'ke qartë të tjetër, qatë të shetë shifët. A jeni në kuar për këtë gjendje kësaj rruge? Po jemi në kuar, s'ka pyet kush. Pyeta e bashkisë. Është ndjenjë. Si e konsideroni këtë mos? Qa them mu s'pyet kush? Por edhe s'di që unë me të pjesë, po nuk... Deri sa s'ka pyet kush për rrugën, s'pyet njëri. Me sa kohë është këtë gjendje? Ka një mbi vit. Po, nga një vit ka rruga është skandal. Nëse nuk bëhet të rikon. Po normal, mërë në regullat të dalim dhe ika. Derisa të rregullohet. Amortizume. Sa që hyrobi mren e humet. Është nga autostrada deri ke karburanti Delvinëve e njëjta rrugë. Ne pranej kena unazë qytetit, unazë madhe. Edhe turistave, edhe krujës, edhe fushkrujës, edhe mamorsit, edhe gjithë. Gjithë turistat, gjithë ne kalojnë. Kjo rrugë është e domosdoshme të rregullohet sa më mirë. Protestën, derisa të na rregullojnë. Sot me banorët e Luzit, po jo vetëm, janë dhe të fshatrave tjerë. Luzi është një nga fshatrat më të mëdhenj të Fushkrujës. Rruga është një gjendje totalisht skandaloze. Në të gjithë gjatësinë e saj. Këtu jemi te shkolla Gjon Luka, po të shikosh edhe dalin autostradë që majtas merr për Tiranë dhe djathtas për Shkodër, po edhe në hyrje të fshatit, që është unaza kryesore e Fushkrujës, është në një gjendje të amortizuar. Para disa ditësh kemi pas edhe kanalin e ujit, i cili ka qenë i qarë, kanë ndërhyjë dhe kanë rregullu, siç kanë ndërhyjë me rregullu kanalin, të dalin të bëjnë edhe rrugën tani, sepse Luzi është një nga fshatrat që pagu taksat në mënyrën më të rregullt në Republikën e Shqipërisë, por është fshati më i diskriminuar, janë duke lënë lek për makinat, amortizohen makinat në një mënyrë të frikshme dhe shkojnë nëpër pikat e serviseve. Gjithë bizneset këtu që janë të rruga kryesore e Luzit kanë dështu. Njoni që ka i lavazh më tha që nuk shkojnë më makina se si me u la. Shkojnë makina lartë në lavazh dhe del në rrugë dhe bëhet pis. Tjetri që ka servisin aty, nuk i vinë makinat as nga Lezhë, as nga Laçi për marrë me u rregullu. Ai që ka pjesë që i sjell pjesët nuk vjen me hyrë në rrugë, i merr frika edhe gjithë këto kamiona që i shikoni këtu, nuk është asnjëri i mërzit që është bllokuar rruga. Janë gjithë pro protestës sepse janë amortizuar kamionat në një mënyrë të frikshme.
kam informacion që në orët e vonat natës kamionat nuk kalojnë këtu, po kalojnë nga fushkruja sepse i thyen pjesët edhe amortizohen kamionat. Pra po prishet edhe rruga fushkrujës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të shtrohet rruga. Kjo nuk është protestë politike, nuk ka lidhje partia fare. Unë kam dalë në shtetet banorëve sepse këtë problem unë kam ngrit edhe i vit përpara, edhe 6 muaj më përpara, edhe para jave ku kam dalë dhe kam pasë se si është rruga në qa lloj katastrofe është. Kështu që në rast se rregullohet rruga, nuk ka asnjë lloj problemi tjetër. Banorët vazhdojnë punë të veta, nuk ka lidhje këtu as politika, as partia etj. Këtu janë pa parti të gjithë. As ka flamur partia asnjëni. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe është thirrje për Ministrinë e Infrastrukturës. Ata lekët që i kanë marrë tek tuneli Llogaras, i pjesë lekëve t'i hedhin këtu. Edhe mos na ushqejnë me luk bosh, jo po është miratu fondi, jo po presim fondin. I thirrje është edhe për nxënësit e shkollës që rrezikojnë jetën, po ja u them me sinqeritetin më të madh, rrezikojnë jetën duke ardhur në shkollë këtu sepse trotuarët janë me lluc. Po ti shikoni këpucët të gjithë këtyre banorëve, unë 2 herë kam qenë të thy qafën duke ardhur këtu, se kam marrë dhe mrom duke pa rrugën nga afër, sepse është lluci. Të gjithë shtëpiat që janë këtu kanë ndotje të jashtëzakonshme, se edhe kur bie shi, edhe kur nuk bie shi, këtu ngrihet pluri në një mënyrë të frikshme. Pra janë jo vetëm makinat e tonazhit të rënd, por edhe makinat e thjeshta që e vujnë këtë gjë. Nuk e vujnë vetëm banorët e Luzit, prandaj këtu kanë ardhur edhe disa qytetarë të Fushkrujës për me protestu, sepse është një rrugë që konsumohet jo vetëm nga Fushkruja dhe nga Luzi, po edhe nga qytetarë tjerë. Krutanët kanë një shqetësim shumë të madh, sepse normalisht kalojnë këtej kur ka trafik, se Fushkruja është e mbytur nga trafiku. Por në këtë lloj gjendje rruga nuk është lënë as në kohën e turkut. Prandaj duhet ndërhyrje. Duhet ndërhyrje, kujdes, jo me çakull. Duhet ndërhyrje me asfalt. Duhet me shtru me asfalt, edhe asfalti të jetë jo 3 cm, se si jena në kohë fushate, po të jetë mbi 15 cm. Që rruga mos të prishet, sepse kemi parasysh që kjo rrugë konsumohet nga kamionat. Dhe është kamioni që e ka çat tubin e ujit atje dhe që është bërë për mbytje, sepse prania e ujit në rrugë përveç shirave e ça rrugën edhe bëhet totalisht e pakalueshme. Prandaj banorët e Luzit kanë thirrje urgjente, shtroni rrugën, edhe këtu nuk bllokohet më rruga. Në rast se këta nuk e shtrojnë rrugën, do ketë protesta tjera që do bllokojmë rrugën këtu, por pastaj do bllokojmë autostradën. Dhe në rast se bllokohet autostrada, e dini vetë ju pastaj. Kështu që nuk është as kërcënim as gjë, kjo është realiteti. Hajde ta vi kryeministri, të vinë të gjithë pushtetarët, bashkia të vi të shofi rrugën, a kalo dot këtu me mjetin e vet? Në rast se s'kalo dot, atëherë shtroje. Pse ne duhet jemi kështu më diskriminuar dhe ata të kalojnë me mjete në për rrugë të mira? Pse këtu rruga është e pashtruar? Prandaj i bëj thirrje dhe medias që ta transmetoj protestën e sinqert banorëve të Luzit, jo politike dhe herë tjetër. Është një protestë që vjen edhe nga nxënësit e shkollës, që sot nuk e kanë lënë mësimin, po do e lënë dhe ata mësimin, në rast se rruga do vazhdojnë këtë lloj gjendje. Kam pa gratë e Luzit që punojnë në përfasoneri 2-3 herë duke rrezikuar jetën, sepse është lluci dhe nuk kalohet nga trotuari në trotuar, me këto far trotuarësh që janë këtu.